na ndroi jetë punati dhe vjera ishte vesh me të zeza. Edhe unë atë ditë, po ditët në vazhdim i hoqa të zezat dhe vesha rrobat të errta, po jo të zeza. Ndërkohë që vjera thotë se më ke respektu se nuk e majt zeza deri në 40 ditë. Ndërkohë që unë jam në punë çdo ditë. Dhe më tha që kur vdesin prindrit e tuaj, unë s'do të vishe me të zeza. Unë s'fola. I lej djalin me më mbajt, se kam 2 vjeç, më tha s'do ta mbaj më djalin, gjeni një zgjidhje. Bëni çfarë të doni, se nuk më keni respektu, ndërkohë që vjera fal 5 vaktet. Xhahilia quhet kjo. Që s'do të veshit zeza kur s'desi baba jot, është e drejtë e saj, se s'është e obliguar me vesh zeza vjera, pse vdes krushku. Iku kjo, këtu ka drejt. Kurse kjo punë që thotë s'ta maj fëmin, fund fare se ka për obligim më majt fëmin. Po e majti, Allah është problem, po se majti, mirë ka thonë, gjeni zgjidhje. Tani pse e kap si sebeb, se s'm keni respektu, se si një vesh me zeza, këtu ja fut kot, na bëj halal, vjera e dashur, na bëj halal, po valla ja fut kot për Zotin. Oj vjerë, jemi i kam para varrit, kalo mirë me kalamojt e tuaj, kalo e mirë me nusën, kalo e mirë me nipin, me mbesën. Se e tu ik në ahiret, çfarë do të kujtojnë kur t'ikësh?